$47 me 44 pas pjesës së parë në mes të Trepçës së Bashkimit, një duel ku pati momente të jashtëzakonshme në 20 minutat e para. Qereku i parë 28-19 për 9 pikë, më të mirë ishin vendasit. Qereku i dytë 19 me 25, pati edhe një moment nervozizmi kur më pasu përjashtuan nga loja trajneri vendas Adis Beqiragiqi pas një momenti kontestues gjatë aksionit të Bashkimit. Gjithsesi në pjesën e parë Vining ishte më i miri të vendasit me 15 pikë e 4 asistime. Music luajti me 10 pikë, 3 kërcime, 1 asistim. Nga 7 pikë realizuan Amzin e Hesbrook. Në anën tjetër të Bashkimit 10 pikë Shorter, më efikasin nga 7 i shtuan Armstead e Cousins. Në pjesën e parë vendasit i patën 9 asistime, ndërsa mysafirët vetëm 5. Nistu qereku i tretë, aksioni është i Bashkimit. Isaiah Cousins, Armstead, Cousins, Isaiah Cousins shkoputët atje dhe shënon 9 pikë të tij. Një plus për Trepçën, 47 me 46. Akili Vining, ja tani Kapiti, ndalet në mënyrë të palejueshme, 2 të lira për të. Dardan Kapiti, i cili në pjesën e parë luajti vetëm 3 minuta, pa arritur që të realizoj pikë. Tani ka mundësinë që të futet në listën e realizuesve. Isak në gjuajtjen e parë. Deri në fund të kësaj ndeshje skuadrën e Trepçës do të udhëheq Petrit Zeqiri. Ndihmësi i dytë i Beqiragiqit, Brahim Veseli. Shorter, Cousins, Isaiah Cousins rrotullohet atje dhe shkakton foul në fazën e sulmit. Tjetër momenti mbrojtjes së mirë nga ekipi vendas. 48-46. Vetëm 2 pikë avantazhi i vendasve. Kujtojmë që në pjesën e parë maksimalja e përcisë së Trepçës ishte plus 10. Akili Vining, Hesbrook për drejtuan dhe shënon. Treshja numër 2 për të 10 pikë, lojtari i tretë me pikë 2 shifrore të vendasit. Armstead, mbrojtje shumë e mirë Akili Viningut. Zakonisht kualitativ është Vining, i cili është duke u përshtatur në mënyrë fantastike të skuadra e Trepçës. Kapiti, mire mbrotopin, Kapiti, Dardan Kapiti gjua, nuk ka shënim. Ka foul shkaktuar në Mustafa Amzilin. Shojmë këto dëryrën Amzil. Këtë në lojë Valon Bunjaku, Jaku është Hesbrook, i cili realizoi treshën e dytë
pas 7 tentimeve. Kapiti. Winning. Amzil. Mustafa Amzil i pasak me atë gjuajtje me Robin Shorter, cili do t'i bri aksionit të ri të Bashkimit. Shorter. Sharon Shorter. Arrin që të kombinoj me Bunjakun. Amzil për pak nuk merr topin. Aizia Kozins gjuan s'ka shënim. Është ndërhyrje pa rregullt në sulm nga Dekon Lake. Bickerstaff do të rikthejë në lojë largohet Lake. Bickerstaff i cili pati momente mjaft të mira në pjesën e parë, arriti që të realizojë 6 pikë, shtoi 4 kërcime. Akili Winning. 2 minutat e para kaluan në çerekun e tretë. Akili Winning. Dardan Kapiti. Esbrok gjuan për 3. Skoshën e Namzil është aty. Lufton për top të Music. Akili Winning. Reagoj për mrekullit vendasit. E rikthejnë topin në pronësinë e tyre. Winning. Akili Winning. Tenton që të realizojnë nga distanca. Skoshën e Mori topin mysafirët. Nisët aksionin nga Bunjaku. Valon Bunjaku. Valon Bunjaku. Vamo për Kozins. Nuk të pranohen pikët. E shkeli vijen atje. Fakt. Ishte Shorter ai që nuk u tregua i vëmendshëm. 51 me 46. 5 plus për vendasit. Nisët Music. Music. Pasimi për Mustafa Amzil, i cili shënon. Mustafa Amzil është zakonisht produktiv. Pika e tij e 12. 53-46. E kushtoi avantazhin e vendasve Bashkimin vetëm 1 pikë, mirë po më pas sërish Trepça pati seri të mirë të pikëve të realizuara. Qasht me 2 rezultati në çerekun e tretë. Akili Winning vazhdon të jetë lojtari më produktiv tek vendasit me 15 pikë, 6 asistime. 12 pikë ka Hesbrook. Në 4 kërcime nga Mustafa Amzili. Nisët Aizia Kozins. Lejson Zeqiri, Kozins. Lejson Zeqiri provon nga distanca. Treshe e Zeqirit. Është e dytë e tij në këtë pallavaqim, 8 pikë në total. 53 me 49. Pasimi për Dardan Kapiti, lufton me Kapitin Bickerstaff. Ka ndërhyrje të parregullt Dardan Kapiti që ka 1 pikë të realizuar. Ato nga vija gjuajtje të lira, atyre tentoi njerë, u treguaj sakt. 6 minuta e 36 sekunda. Lojë mbetur në çerekun e tretë. Pasak në gjuajtjen e parë Kapiti. Serën e dytë nuk arriti që të realizojë. Nisët Shorter. Bickerstaff.
Alon Bunjaku shkon deri në fund, ka shënim, mirë po, është ndërhyrje e palejueshme. Alon Bunjaku, i cili deri tash kaloi të rreth 9 minuta pa pikë të realizuara, i ka 2 topa të humbur. Nuk është duke dhënë momentalisht kontributin e pritur reprezentuesi kosovar. Ka mundësi tani që të realizoj pikën e parë në tentimin e parë nga vija quajtjeve të lira. I saktë është 53-50. Edhe herën e dytë shënon vetëm 2 pikë avantazh për vendasit. Nisët Vining. Pason për Amzilin. Akili Vining. 5 sekunda për këto aksion të Mitrovicasve. Dardan Kapiti arrin që dirohet. Ka fol në sulm. Ishte bulimin e Bickerstaff, Dardan Kapiti. Vetët në kotën e 1 pike. Rikthehet Jones, largohet Kapiti. Kosins. Bunjaku provon nga distanca, s'ka shënim. Nisët Hesprok pas pasimit nga Mikailet Music. Hesprok. Jones. Vining, dy vishot atje, i ndihmon të Musici. Ka ndërhyrje të pa rregull nga Bickerstaff, i cili garkohet me personale numër 2. 5 minuta 27 sekunda lojën vetur në çerekun e tretë. Do të rikthehet në lojë Mohamed Ali Janjeva. Music i saktë në gjuhëtin e parë të lirë, Mikailet Music. 11 pikë di 4-4 nga vija gjuhëtjeve të lira. 100% efikas. Herën e dytë nuk realizon kërcim i lartë atje nga Bunjaku. Bickerstaff. Shorter. Tani Kosens, Shorter për 3, Juan Shorter, arrin që shënoj. 13 pikë të di, barazohet rezultati në 54 me 54. Tani Jones kundër përgjigjet me treshe. Jones 3 pikë i parë, pas tentimit të tretë arriti që të shënoj. Rikthehet në 3 e përsia e Trepqës. Shorter gjuan me tabel, nuk realizoi mertobin Akili Vining. Ka bojnë vendasit. Topi do t'i takoj bashkimit, largohet Lejson Seqiri. Rikthehet në lojë Mohamed Ali Janjeva, po ashtu dhe Shorter largohet për t'i bërë vend në Vamut. Kemi përballje fantastike në vazhdim të kampionatit të nderuar shikues. E njëra prej tyre padyshim se është edhe kjo në mes të 2 finalistëve të vitit të kaluar. Ja tentimi për 3 nga Iken Vamo që shënon për të barazuar edhe një rezultati. 57 me 57. Mikailet Music në anën tjetër. Edhe të Music realizon për +3 të vendasve. Mohamed Ali Janjeva.
Janjeva hezitoi që të gjuante për Treshe. Aisia Kozes për dy është gjuajtja, nuk ka shënim. Janjeva për Bickerstaff, i cili realizon. Bickerstaff është në kotën e 8 pikëve në anën tjetër. Shënimi i Rovës 63-59. Çfarë efikasiteti i vendosve në këto qaste të ndëruar shikues. Do gjuajtja është duke përfunduar në kosh. Amzili ka ndërhyrje të parregullt. 63-59. Arritën që të bazojnë mysafirët. Mal gjuajtjeve të sakta mirë, po është duke funksionuar shuti për mrekullit edhe tek vendasit që nuk janë duke lejuar ekipin kundërshtar që të kalojnë në përsi. Në vjen e gjuajtjeve të lira Mustafa Amzil. Era parë që gjendet në këtë pozit. Nuk ka shënuar. Nuk realizon tentimin e dytë. Ase tentimin e dytë Amzil në fakt. Janjeva rriti që të lirohet dhe po atje ndërhyrjen e Akili Vining. Ka ndërhyrje të parregullt. Është një pas në volesh që ka kërcim të lartë dhe ka dëshmuar e pasardhjes të Trepça. Mirë po kësaj radhe nuk arriti që ta blokoj pastër Janjevan. Ja ku është edhe Bujar Loci. Qashtë 3-59. Nuk shënon e qëtë në partë të lirë. Janjeva. Vetët plus 4 në favorin e vendasve. Muhamet Ali Janjeva, herën e dytë të realizon. 3+ për vendasit. Aksioni është i nxehtarëve. Akili Vining. Kapiti. Kasbrok. Pasimi për Dardan Kapitin që realizon me kapin personal. 65-60. Dë 35 në mbetur në çerikun e tretë. Të rikthehen në lojë Malcolm Armstead. Armstead që ka shënuar 7 pikë. Një lirë për Kapitin, e cili konrizon me shënim. Dardan Kapiti është në kotën e 4 pikëve tani. 3 pikë aksioni i fundit. Plus 6 avantazh i vendas. Iken Vamo. Pasimi është i gabuar. Niset Tuna ka ndërhyrje të palejueshme nga Meriton Ismaili. Meriton Ismaili shkakton faulin e parë. Tuna do tjetë në vjen e gjuajtjeve të lira. Tashmë është ullur edhe Igor Jovovic. Tuna që nuk ka shënuar akoma pikë. Ka 4 kërcime deri tash, ja pika e parë e tij në ndeshje. Atin Tuna mesatërisht për ndeshje këtë sezoni ka realizuar 8 presje, 3 pikë, 4 presje, 2 kërcime, 1 presje, 3 asistime. Gjashtëdhjetë me 60.
8 plus për vendasit. Iken Vamo. Ismaili. Shorter. Vamo. Vamo. Është fond në sulm. Këto do tjetë për Trepçën. Rrida ishte në Vamo të edhe njerë po shojmë. Të ndëryrje të paliueshme. 2 minuta 13 sekonda. Lojë mbetur në çerekun e tretë. Kujtoj të ndrua shikuese nga ora 19:30. Ekskluzivisht në Art Motion do të keni mundësi ta ndjeqni duelin kundër Nigel Ylli Vllaznimi. Ja, ky tentim nga Kespo. Ka shpërthyer në këtë pjesë të dytë. 16 pikë të tij, treshja e katërt. 11 pikë për Trepçën, avantazhi më i lartë në ndeshje për Mitrovicasit. Starti çerekut e tretë ishte jashtëzakonshëm për Bashkimin. Arriti që të shkrijë avantazhin për parazuar shifrat. Mirë po më pas erdhi seria fantastike e vendasve të cilët tashmë janë e përsi prej plus 11 pikësh. 71-60. Esbrok tani është lojtari më efikas në skuadër. 16 pikë. Çfarë efikasiteti i tij mirë. 4-4 nga vija Gjujnë dhe Lira i ka 4 treshe. Benin ka 15 pikë, 14 i ka shtuar Tmusici në anën tjetër. Dhe ekipi Prizrenas Shorter i vetmi me pikë dyshifrore 13 gjysejt. Nga 9 në fakt i ka realizuar Kosens, nga 8 Zeqiri e Bickerstaff. E tani në këmbë tifosët në minatorit të kënaqur me lojën e skuadrës. Me lojën e Trepçës, me lojën e skuadrës kampione në fuqi në basketbollin kosovar. Malcolm Armstead. Zeqiri, Armstead sërish. Ka mbulimin e Binning. Armstead. Ka ndërhyrje të parekult. Drejtet e lojë me njerë të Musici. I nevojitë të agresivitetit Musicit. Skuadrës Trepçës, agresivitetin në mbrojtje. Luis loja me Armsteadin. Lake Armstead. Isaiah Kosens. Isaiah Kosens. 4 sekonda për këtë aksion të Prizrenasve. Kosens nuk gjuan sakt. Ja pasimi për të. Nuk shkon si duhet aksioni Bashkimit. Tmusic. Dardan kapiti për Mikaile Tmusic. Ja, tani Mikaile Tmusic, distanca shumë e largët. Nuk shënoj topin të tjetë për Mysafirët. 60 sekundat e fundit të çerekut të tretë. Malcolm Armstead. Ja tani pasimi për Lake, i cili ndalet në mënyrë të palejueshme. Lake që i ka 4 pikë të realizuara, ka shtuar edhe 3 kërcime. E po së bashku me Armsteadin janë dy lojtarë që kanë humbur më së shumti topat e Bashkimi nga 4 secili. Të Trepça. Janë 7 topa të humbur gjithsejt. Esbrok i ka 2 të tillë. Të 10 me 61.
Lejk nuk realizon tentimin e dytë merr topin Tuna. Tmusic. Mikael Tmusic është lojtari Bashkimit. Dini më herët ka qenë pjesë e Prizrenasve. Takos kur Bashkimi ishte shpallur kampion e elitën e basketbollit kosovar. Shohem ka ndërhyrje pa lejueshme, shërimi pranohet. Realizon Dardan Kapiti. 6 pikë të Kapitit. 73-61 rezultati. Nuk shënon nga vjetë Gjuri Udënira. Pas ati tentimi Armstead. Shorter provon, nuk ka shënim. Kërcimi larti Kapitit. E to me do tjetë për Mysafirët. Më të verifikohet gjithë shka nga gjyqtarët. Shohim se cili do tjetë mendimi i gjyqtarëve pasi rishikuan momentin. Topi u takon vendasve. 15 presje 4. Lojë mbetur në çerekun e tretë. 73-61. Rezultati plus 12 ishte përsia më e lartë e vendasve gjatë këtij takimi. Kenny Hesbrook. Desi motori në këtë pjesë e dytë. Hesbrook të ka realizuar 3 trishe. Hesbrook. Mikael Tmusic. Tmusic deri në fund me tabel provon s'ka shënim. Mbyllet çereku i tretë. 73-61 rezultati. Këtyre u barazuar shifrat në këtë çerek. Mirë po pas e seria është zakonshme pikëve të realizuara nga vendasit. Dhe tani pas 30 minutash kanë avantazh prej 73-61. 16 pikë Kenny Hesbrook. Lojtari më efikas në gjithë ndeshjen. 15 pikë i ka realizuar Winning, i cili ka shtuar edhe 7 asistime, 14. Tmusic në anën tjetër te Bashkimi vetmi që është duke luajtur me pikë dyshifrore është Sharon Shorter. 13 pikë, 5 kërcime, 1 asistim, 2 topa të vjedhur. 9 pikë ka shtuar Cousins, ndërsa me nga 8 pikë janë duke luajtur Lejson Zeqiri e pikë Rstav. Sa i përket statistikave tjera të ndëruar shikues në asistime, Trepça ka 16, ndërsa Bashkimi 10 në kërcime 23, Mysafirët 17. Vendasit në topat e vjedhur 7 i ka Trepça, plot 16 Bashkimi dhe kjo dëshmon më së miri që nuk është rastësisht që Trepça ka një avantazh solid pas 30 minutash. Përqindja nga vjetë Gjuri Udënira 60% Trepça, 23-14 Bashkimi, 74%, 27-20 për 3 pikë, 35% saktësi Bashkimi, 14-5, ndërsa Trepça 40% saktësi, 27 me 11 për 2 pikë, 59% saktësi Trepça, 22-13, ndërsa skuadra e Bashkimit për 2 pikë ka përqindje prej 54%, 24-13. Tentimi Kenny Hesbrook nga distanca, i cili nuk arriti që të realizoj
Ka nisur 10 minutë që i fundit i kësaj përballje, 10 minutë që i fundit i këtij ballavaçimit derbi të kësaj gjiroje në elitën e basketbollit kosovar. Aizia Kozins. Ka hapësirë për Deportim. Armstead gjuan dhe shënon Malcolm Armstead 10 pikë të tij, treshja e dytë. 5 centime i ka nga distanca. 73 me 64. Qereki tretë, cilin e fituan vendasit 26 me 17. Vendasit e fituan në qerekun e parë 28-19. Bashkimi arriti që triumfoi vetëm në qerekun e dytë me 6 pikë dallim, 25-19. Amzil për Vining. Kapiti. Kenny Esbrook, tjetër gjuajtje nga distanca, kësaj radhe nuk realizon. Ka ndërhyrje të parregullt. Pak më shumë se 9 minuta ka mbetur lojë deri në mbyllje të këtij derbi. Edhe një herë po shohim në gjuajtjen e Kenny Esbrookut. Kapiti. Esbrook. Pati Tuna, rrotullohet atje, nuk arrin që gjuaj, merr topin Armstead. Shorter, niset shpejt përpara bashkimit, mirë po, kthehet Kapiti. Pati Tuna. Nuk provon për treshe. Dhe jam Mustafa Amzili gjuani pas saktisht, Lake merr topin. Me njerë pasoj për Armstead. Aizia Kozins. 73-64. Kozins gjuan, provon me tapin, tendimin e parë nuk ishte i sakt. Mirë për përmirësoja gjuajtje të kapuar. Akili Vining. Esbrook. Mustafa Amzili, tentimi ti, shënon. Tani është në kotën e 11 pikëve, 4 lojtarë vendas kanë arritur që të realizojnë pikë dyshifrore. Shënon Shorter. Kozins. Ka përballë Tunën dhe ky tentim s'ka shënim nga distanca, ishte Shorter ai që gjuajti. Esbrook arrin që boj topin në pronsi dhe Dardan Kapiti me ngulitje përfundon aksionin. I shfrytzuan maksimalisht hapësirat në sulm vendasit. Plus 11 avantazhe. 8 pikë të Kapitit. Armstead i lirë gjuan, nuk ka treshe. Luftë për top, Shorter. E po shohim Meritoni Ismaili. E ngrit dorën lart atje Dardan Kapiti. E pranon me sportivitet vendimin e gjyqtarit. Reprezentuesi kosovar Dardan Kapiti. 77-66. Meritoni Ismaili për Aizia Kozins. Kozins për 3 gjuan, s'ka shënim, kërcim në mbrojtje nga Kapiti. Është kërcimi dyti Dardan Kapitit. Tmusic. Mikaile Tmusic. Tmusic deri në fund shkon, nuk shënon mirë po. Ndalet në mënyrë të palejueshme. 6-50. Lojë mbetur. 77-66. Tmusic 5-4 nga vija gjujtje vëdëlira. 80% i sakt.
Shëron në qëtë në partë të lirë Mikail Tmusic, i cili këtë sezon është duke luajtur me 10 presje, 9 pikë për ndeshje. Edhe herën e dytë realizon Mikail Tmusic. 16 pikë të Tmusicit, atë sa ka shënuar dhe Hesbrook. Dy më efikaset, jo vetëm tek Trepça, mirë po në gjithë ballavaqimin. Ky pasim kap topin atje. Kapiti Tmusic. 79 me 66. Mikail Tmusic nuk ka shënim. Kërcen merr topin Meriton Ismaili. Malcolm Armstead. Vamo Armstead. Armstead nga pozita qëndrore gjuan, s'ka shënim për 3. Akili Vining. Shpëtoj topin Musa Pirët. Kozins. Vamo për 3 gjuan dhe 3 pikësh i në Vamut. 9 pikë në total nga ky basketbolist, është treshja e dytë. 2 tentime, 2 risakt, 100% efikasitet. 79-69, 5 minuta e 50 sekunda. Loje mbetur. Kujtojmë një herë të ndëruar, shikoj se këto dy skuadra janë takuar 2 herë për para këtij ballavaçimi. Se cila skuadër ka arritur që fitoj si mysafir fillimisht bashkimin në Minatori. Arriti që triumfoj 93-79 e në ndeshjen e dytë. Trepça triumfoi në Sezai Suroj 71 me 64. Përgjithsisht momenti dramatik ishte prezent nga çerrekun e tretë kur barazuan shifrat, mirë po që nga ai moment Trepça pati rritje të nivelit të lojës, ndërsa Bashkimi rënje dhe si rezultat e kësaj 10 pikë është avantazhe, 13 ishte maksimal për cetarët. 79-69, 5 minuta e 50 sekunda deri në mbyllje. Nisët Akili Vining. Sean Jones. Shkurtër ma gjuetje, kërcen, merr topin Meriton Ismaili, presioni është i tunës. Fantastik të regohet në këto qaste. Jones. Amzil, shpëtojnë topin Mitrovicasit dhe Jaku është tentimi nga Akili Vining, i papërmbajtshëm. 17 pikë të ti. Bëhet sërish më efikasi në skuadër. Meriton Ismaili. Isaiah Kozins, sa bukur atje, arriti që të shmak gjithë lojtarët dhe të realizojnë pikën e tij të 13, atë sa ka shënuar dhe Shorter. Këta dy janë dy më produktive në skuadër, edhe njerë Akili Vining, 19 pikë të ti, 83 me 71. Vamo për Lake, shënim. Lake realizon pikën e 7. Akili Vining. Akili Vining. Amzil Gjuan realizon. Mustafa Amzil, 14 pikë të ti. Plus 13 për vendasit. Isaiah Kozins. Isaiah Kozins për në Vamon. Edhe në Vamon shënon. Treshja e tretë nga poaq tentime. Fantastik. Në këtu është qase shumë të rëndësishme të ballavaçimit. Del në skenë Vamon. Topi do t'i takoj Bashkimit. 3-44. Lojë mbetur.
plus 10 sërish për vendasit. Vazhdojnë përpjekjet e mysafirëve që të shkrijnë këtë avantazh të cetarëve. Armstead. Malcolm Armstead. Vamo. Mendin që do të kryej hapësirën, Vamo do të gjuaj nga distanca. Ja, një tentim tjetër mirë, po është që e pare ti. Pas 3 shënimeve nga pas gjuajtje, Jones. Amzel, edhe një tentim. Mirë, po nuk ka efikasitet ajo gjuajtje. Iken Vamo për Armstead. Isaiah Cousins. Isaiah Cousins nuk ka shënim. Bickerstaff. Armstead. Isaiah Cousins i pasakva gjuajtje. Vamo. Vjen Vamo, ka ndërhyrje të palejueshme, po jo e shkeli vjen. Topi do tjetë për vendasit. Deri dhe 7-6. Akoma loj deri në fund. Mikailet Music. Jones. Mustafa Amzil. Polot atje Kenny Hesbrook. Këto momente kur ju nevojit më së shumë të skuadrës, efikasiteti i Hesbrookut. Ai arriti që të realizonte 3 treshe. Kenny Hesbrook. Akili Vinning. Tjetër tentimit i edhe një shënim tjetër i pandalshëm. 21 pikë të ti. 88-76. Ky është grupi më i mirë i lojtarëve që ka pasur Trepça viteve të fundit, të nderuar shikues. Lojtarë që janë të angazhuar maksimalisht edhe në mbrojtje mirë, po cilët janë mjaft homogjen edhe në fazën e sulmit. Këtë e dëshmuan edhe sonte. Lojë që është duke karakterizuar skuadrën e Trepçës, ndërsa Bashkimi edhe pse është duke pasur her pas here ngritje të nivelit të lojës në momentet vendimtare kur nevojitet efikasiteti janë duke bërë shumë gabime në fazën e sulmit. Kjo është duke i kushtuar skuadrës prizrenase. Një ndodhi edhe në këtë ballavaqim pas barazimit të shifrave në çerepun e tretë. Lojtarët Prizrenas humbën disa topa, patën disa gjuajtje të pasakta, të nxituara mund të them, në fazën e sulmit. Tetë 76, 2 minuta e 13 sekonda lojë. Deri në mbyllje, Armstead. Iken Vamo. I shkurtër me gjuajtje me topin Jones. Ja pasimin në thellësi, mirë po të shajmë, nuk arrin që të baj topin e lojë. Akili Vinning. Lojtari më i mirë i këtij ballavaqimi pasi diskutim. Lojtari me indeksin më të lartë në ndeshje prej plus 29. Armstead. Lejson Seqiri i lirë krejtësisht, është treshe e Lejsonit. Është e treta ati pas 4 tentimeve, 11 pikë në total.
Ai shantari Sigal Prishtinës. Kenny Hesbrook. Kenny Hesbrook. Mustafa Amzil për Jones, I cili faulohet nga Armstead. Armstead që duhet arkohet nga loja. Pasi ky ishte gabimi I 5 personal për të. 4 personalet e bashkimi I ka edhe Lejson Zeqiru në anën tjetër tek Mitrovicasit. Kendri ka 4 personale. Kujdesshëm kanë qenë venasit në shkaktimin e faullave në të ndeshje. Dhe më njerë mbrojtja kolektive është duke e karakterizua lojën e Trepçës në ndeshjeve të fundit. Është ndërhyrje e parregullt. Ndalet I pandalshmi sonte Akili Vining. Akili Vining 2-1 nga vija Gjojnë në lira, tani 3-2. 22 pikë të shënuara. Kanë betur edhe 86 sekonda deri në mbyllje. 23 pikë nga Akili Vining. Shumë afër. 2 shifrorit e 2 fishti mungon vetëm një asistent pasi I ka 9. Kozens për Zeqirin. Armstead ka bon. Apo jo ishte shorter. Shorter që në këtë ndeshje realizoi 13 pikë, shtoi 7 kërcime. 90 me 79. Amzil. Shajmë, Kenny Hesbrook nuk realizoi pikën stafe merr topin. Tjetër kërcim, pikët janë pranuar. Trepça afër fitores 9 rresht në kampionat të nderuar shikues. Humbja e fundit e Mitrovicasve ishte në xhiron e 9 nga vllazënimi me rezultat 83 me 85, ndërkohë po shohim gjyqtarët duan që të rishikojnë momentin e pak më bashëm. Gjyqtarët I dhanë të drejtë vendimit e tyre para prak. 90 me 81 rezultati një tjetër super ndeshje zhvilluar nga skuadra kampione në vendin tonë. Të venim total në basketbolin kosovar nga Trepça. Ose edhe që sore Sefaja Lindrit Mësini vazhdojnë të bëjnë punë të jashtëzakonshme tek Mitrovicasit, edhe bashkimi është riorganizuar. I nevojitët ndoshta edhe pak kohë kësaj skuadre në mënyrë që të luftoj për gjitha frontët. Sezonin e kaluar arriti në play-off. Zhvilloi ndeshje spektakolare si vjet vërtet, ka një grup fantastik të lojtarëve skuadra e bashkimit dhe edhe Prizrenasit
Pritet që do të luftojnë deri në fund edhe për titull të kampionit, mirë po edhe për Kupën e Kosovës. Akili Vining, 20 sekondat e fundit, 90-81. Nuk ngutët Vining, lojtari më i mirë i këtij ballafaqimi. Vining gjuar, nuk ka realizuar, Bickerstaff s'ka kohë këtu. Shorter shkon deri në fund, nuk ka realizuar, s'ka pik. Bickerstaff gjuar dhe këto mbyllë gjithçka, të nderuar shikues, 90-81 përfundon dueli i vlefshëm për xhiron e 17 në Pro Credit Superligën e basketbollit kosovar, fitoria numër 14 e Trepçës e 9-ta rresht. Një ecuri fantastike e rezultateve nga skuadra e trajnerit Beçi Rakic. Bashkimi në çerekun e tretë arriti që të parasoj rezultatin, mirë po më pas gjithçka shkoi në favorin e ekipit Mitrovicas. Çereku i parë mbyll 28-19, i dyti 19-25, i treti 26-17 dhe çereku i fundit 17-20, lojtarët më efikas tek vendasit. Ishin Vining me 23 pike, 9 asistime nga 16 pike shtuan në Tmusic e Esbru 14 Amzil. Në anën tjetër të Bashkimi, lojtarët në fakt më efikas ishin Shorter e Cousins me nga 13 pik 12 i realizoi në Banu, ndërsa Armstead kontriboi me 10 pik tjera. Të nderuar shikues, qëndroni me ne për pak çaste, do të jemi me pjesën e intervistave. Trener, një derbi ku vërtet të dyja skuadrat i patën momentet e mira të lojës. Ju ishit në epërsi që nga fillimi në çerekun e tretë, rezultati u barazua mirë, po më pas ju e morët lojën në kontroll dhe arritët që të fitonin. Si vlerëson në përgjithësi paraqitjen e skuadrës? Po, është një lojë fort, normalisht. Bashkimi me Trepçën aktualisht janë edhe në tabelë para dhe dyta. Mendoj se na iku loja një moment në çerekun me fundin e çerekut dytë, jo në çerekun e tretë. Aty kishim një, si të them, një agjerim, një 5 minuta shumë pak pik shënuam, edhe pse deri atëherë ishim në 15 minuta 45 pik me një përqindje shumë më të lartë, që është edhe normale. Pastaj ndroi ritmi, e hupëm ritmin, mirë po me çerekun e tretë mendoj se kontrolluam lojën, kishim një sulm mjaft të mençur, them ashtu, ajo tregon edhe statistika se kem 12 turnovers në krahasim me Bashkimin, ku mendoj që kem pas përparësi të madhe me 21 turnover të Bashkimit. Faleminderit. Faleminderit.
Congratulations for Trepča for the winning. I think that they were a better team. We built our chances during the game, especially in the third quarter. But immediately this difference slipped in a very fast moment. The things which obviously hurt us a lot is 21 turnover. Today, 27 points they scored directly from this situation. It's really hard to beat Trepča on their court with this kind of parameters. We have to learn a lot from this game to adjust our physicality in the game to this level and to improve. Thank you. Thank you.